Përveç se sulm ndaj drejtësisë, opozita e sheh qëndrimin e kryeministrit Edi Rama për pezullimin e Belinda Ballukut edhe si dëmtim të procesit të integrimit. Ky qëndrim është aq i rëndë dhe i papajtueshëm saqë do të provokojë zhbërjen e plotë të procesit të integrimit me Shqipërinë. Me urgjencë reagoi edhe kreu i grupit parlamentar demokrat, Gazmend Bardhi, i cili thotë se Rama kërkon të ndryshojë kodin e procedurës penale, sepse drejtësia po prek pushtetin e tij. Deklaratat e kryeministrit se tashmë nuk ka nxitim për arrestimin e ish numri 2 të qeverisë i quajti manovër politike për të fituar kohë. Kur një kryeministër ndryshon ligjin, ndërkohë që po hetohet bashkëpunëtorja e tij më e afërt, ai nuk po mbron ndonjë parim kushtetues apo ligjor, po mbron pushtetin e vet të korruptuar. Rregullat nuk ndryshojnë në mes të hetimit për të shpëtuar veten. Ligji është i qartë, nuk ndryshohet sepse prek pushtetin. Këshilli i mandateve duhet të mblidhet pa justifikime, pa shtyrje artificiale, pa manovra politike. Kryetari i kuvendit duhet të zgjedhë ose në anën e ligjit, ose në anën e pengimit të drejtësisë. Debatet përfshin edhe komisionet parlamentare ku deputetja demokrate Ina Zhupa kërkoi dorëzimin e imunitetit të Ballukut, deklarat që hasi kundërshtinë e socialistëve. Imuniteti i deputetit do duhet ishte dorëzuar si po ta pezullonte, si mos ta pezullonte gjykata kushtetuese një antar të Këshillit të Ministrave, sepse ne si kuvend ke marrë përgjegjësinë që kur ka dosje, fakte, prova të sjella nga organi i drejtësisë, ne të mos e pengojmë drejtësinë. Kryetari i opozitës që shkon çdo ditë hënë para spakut dhe nuk le gjë pa thënë e pa sharë gjithë prokurorët në radhë. Dhe sot na dilni këtu edhe bëni sikur mbroni drejtësinë pas këtij vendimi të gjykatës kushtetuese, patjetër që do mblidhet edhe Këshilli i Mandateve, është brenda rregulluar së kuvendit që ka një afat prej 3 muaj që të mblidhet.